shqiptar, a jena shqiptar! Na jena diaspor, na jena fol shqiptar. Mi brava gjithë shqiptarëve anën banë bodhës, mi brava, guten abend. Tani, den fix po hapet në Zvicër to. Po. Edhe kerën të herë ka plan mu hapet në Zvicër apo? Një falenderus Zotit mas pare. Me gryem kon të flajt, edhe më ka thi një femën në telefon, të kesh, më ka thonë po më dha më dhome. Në 8 natës, edhe i kom këthi përgjigje. Dikën që e din që si ka kushtet. Ma që në japë e kjedhën pa pare. Qatë mundësi. Bravo që. A do zgjidhje metarët tatimorja apo ATK-ja? Po. Pa para lajmërim në zyrë, apo do kishte zgjedhur metar gruaja në lokal pa para lajmërim? Nëse gruaja të thot, doktor, ose biznesi, ose unë. Ja ku kemi Elmonda Baraliu këtu, një vajzë e cila jeton dhe vepron në Zvicër, e lindur e rritur në Zvicër dhe kandidon për deputete e parlamentit qytetit Winterthur ku apo fitojmë! Kismet. Me ka Do kejt! të mënohem. Pa valetar! Unë ka po shkoj si në fakultet, si në drejtimin e bankos, si kur ta ngoj rrefin, ku punojnë, ku po krynë zanat, mu më vjen shumë mirë. Unë e gjithë gëzona se e di cilat sakrifika i kam bo shembël gjeneratat para neve për me arrit na këtu në Zvicër. Fol Shqip, çdo të shtunë, duke filluar nga ora 20 në Radio Televizionin 21.